Vëllezër besimtarë dhe motra, jemi në netët e fundit apo në 1/3 e fundit të muajit të Ramazanit. Dhe këto net apo ky 10 net i fundit, siç e tham, është pra më i miri, netët më të mira të gjithë vitit. Sepse në këto net pra është dhe nata e Kadrit. Me lehtë Allahut është nata e Kadrit dhe shpresojmë shumë dhe i lutemi Allahut që të arrijmë këtë natë dhe të arrijmë mirësinë dhe të mirat e kësaj nate. Lejletul Qadri khairu min elfi shahr. Allahu i Madh, Zoti i gjithësisë, për vlerën e kësaj nate ka zbrit një sure. Pra dhe jo më kot Allahu ka zbrit një sure, një kapitull të tërë që quhet Surja Kadr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Prandaj, të shtojmë adhurimet, të shtojmë ibadetet. Elhamdulillah që u mbledhëm në këtë xhami, por nuk do të thotë që ibadeti jon mbaron me këtu. Ibadeti vazhdohet edhe jashtë xhamisë, po edhe në shtëpi, edhe kur ngehemi për syfyr, të shtojmë duat, të shtojmë lutjet, të kërkojmë falje Allahut, vendohemi tek Zoti. Tregohet që profeti sallallahu alaihi wasallam faktikisht e pyet Aisha radiallahu anha: o profeti i Allahut, nëse e ndjej që është nata e Kadrit, çfarë duaje të bëj? Mësoni vëllezër këtë dua. Mësoni këtë dua, është e shkurtër, por ka shumë kuptim dhe unë do të ndalem pak ke kjo lutje sonde, sepse kjo lutje, pra këtë lutje që mësoi profeti alayhis salam, përmban një nga emrat e Allahut, që dhe ai është i emër me shumë kuptim. Dhe profeti jon alayhis salam i thot Aishës, bashortes vet, pra gurus vet, o Aisha i thot, thuaj: Allahumme inneke afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apo fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e pëlqen faljen, më fal mua. Pra o Allah, ti je falës, pra i drejtohesh Zotit me emrin El Afu. Çfarë do të thotë ky emër? Do të thotë që ai gjënofi që ne kemi bërë, ai regjistru ke regjistri. Dhe ka gjënofe që me gjëmën Zotit i fal, amniston, por do e gjesh aty, e ke regjistri. Madje vjen në hadithe që profeti alayhis salam do e paraqitet robi përpara Zotit. Dhe thot, o robi im, a e ke bërë këtë, a e ke bërë këtë, a e ke bërë këtë? Po Zot, po Zot. Thot, unë ta mbulova në dynja, pra robi mendon që mbaroi. Thot, unë ta kam mbulu në dynja dhe unë ta fal sot në këtë ditë. Emri Allahut El Afu do thot që Allah ta fshin komplet atë gjunofin. Nuk e ke mo ke libri, ke fletushka jote, por e fshin, e heq. Prandaj po shohim profeti alayhis salam, i ka mësu një dua shumë madhështore. Pra o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Që do thot, kush i drejtohet shpesh Allahut me këtë emër, pra El Afu, Allahumme innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, do thot që Allahu edhe atë keqe që ti ke bërë e fshin fare. Ta heq krejt. Edhe kjo është prej mirësisë Allahut, prej faljes të Madhit Zot. Prandaj vëllezër besimtarë dhe motra, pra ta shfrytëzojmë me dua këto net, që Allahu të na fali, të na mëshiroj dhe të na mësoj të arrijmë edhe natën e Kadrit.